Unë habitem shumë në fakt, doktor Shantela, se si ka mundësi që ne i rezistojmë ka i shumë eksperimente. Po jeni të mirë, më. Po jeni të mirë, më jeni profesionist, më. Jo, Ne si shqiptar. Po, në më thënë, në kontingent, shumë realisht, në më thënë, mendoj që në vetë vete qenia njerëzore, që në momenti që kryohet, sfidon natyrën, dhe sfidon, pra sa do mbjetoj, si do shkoj, në mënyrë se si e zgjedh jetën. Dhe, do më thënë, kjo pasaj përkthehet në vitet edhe e jetë gjatësisë dhe cilësisë e jetës. Dhe këto maniera, ku futen dhe trajtimet estetike, janë sfidat që natyra njerëzore për mendimin tim i përdor për të sfiduar atë biologjinë e vetë. Pra, lind në një mënyrë caktuar dhe gjithsekush brenda vetes e ka atë dëshirën për ta ndryshuar veten, për të parë se deri ku do shkoj dhe deri sa do ta duroj. Pra, një gjë, ushqimin që han, ajrin që thith, produktet që vë. Dhe në lidhje me produktet, për shembull, doktore Shantela, për shembull, ne kohët e fundit po realizojmë raste që janë të diagnostikuara me depresion dhe kemi bërë analizat për metalet e rënda, vajzat të reja, dhe kanë dalë me nivelet larta të metaleve të rënda, të zinkut, të plumbit, të mërkurit, dhe do më thënë është një indikacion shumë serioz për produktet e bukurisë. E kanë nga peshku, nga që anë peshk shumë. Gjithja e produkteve që aplikohen në lëkur, sepse nuk është vetëm injeksioni. Mos e kanë nga peshku, që na jep bukurin. Mund ta kemi. Ata marrin pak këtu me zona se kam qep t'ju pyes kështu. A injektohet apo është e lartë rrezikshmëria këto botox në Tiranë nuk ka njerë, kështu që hiqa me botox. Kam qeftas në parukërie ke plot. To në paraburgim ka? Botox? Në për parukërie, okej. Kjo zona këtu, doktoresha, është një nga zonat më delikate? Ishte biseda jonë në pritje. Në pritje ishte biseda për të është një nga zonat më tani, unë i kam hyrë kësaj gjëje, jo për ta njohur si ju. Në qoftë se ti je profesionist dhe di të bësh ndarjen e anatomisë, si pas gjithë shtresave që ka fytyrat, si pas gjithë enëve të gjakut, dhe gëzimet, gjithmonë ka rreziqe. Problemi është që gjithë jemi hasur me komplikacione. Injektimet të certifikuara këtu nuk kemi akoma ne. Dhe unë kam për komplikacione. Më thuaj një injektim të certifikuar. Ama të reagoj dhe të zgjidh problematikën. Dhe profesionisti më i madh në botë ka bërë problematikën. Nuk ka mjek në mjekësi estetike. Po se hyn qorrazi, nuk e di domun. Po hyn qorrazi tani se ti nuk e di sa ngulet ajo gjilpora se mund kapi nervin. Profesionisti e di, parukëria nuk e di. Po çik hyn më tepër ajo ta shkallmoj nervin. Shteti dhe thot unë jam mjeke.